Alba Story prezanton. Përshëndetje miq, po ju shkruaj sepse kam një peshë të madhe në shpirt dhe nuk kam me këtë shprehem. Jam një vajzë 30 vjeçare, ende e pamartuar, e gjatë dhe e mbajtur mirë. Para disa vitesh, jeta ime mori një kthes të çuditshme që nuk e kisha menduar asnjëherë. Dhe sot dua ta ndaj këtë sekret me ju. Kur isha 20 vjeçe, lash studimet sepse mendova që e gjeta dashurinë e jetës. Krijova një lidhje 2 vjeçare me një djalë që më premtonte martesën çdo ditë. Por në fund doli që çdo gjë ishte gënjeshtër. Ai kërkonte vetëm për të përfituar nga unë, ndërsa unë i thosha se pa u fejuar zyrtarisht nuk do të pranoja kur asnjë gjë. Pas 2 vitesh, lojra dhe premtimet e rreme, ai hoqi dorë dhe iku. Mbeta e mbyllur në shtëpi për një vit, e mërzitur dhe e zhgënjyer. Atëherë mora një vendim. U regjistrova në fakultetin ekonomik dhe u zhvendosa në kryeqytet. Morëm një shtëpi me qira, unë dhe shoqja ime e shkollës, dhe çdo gjë po shkonte në vendin e duhur. Daja im, i cili ishte 39 vjeç dhe jetonte në fshat, shpeshherë më thoshte se kur të vinte në kryeqytet do të rinte aty tek unë. Unë i thosha që nuk mundej, sepse isha me shoqen time dhe prandaj nuk mund të qëndronte aty. Por shpeshherë as nuk ja hapja as telefonin. Madje, pas ca kohësh, Daja filloi të më pyeste për shoqen time, sepse i pëlqente. Por ajo, në mënyrë kategorike, më tha jo, nuk më intereson Daja yt. Një ditë, Daja më mori në telefon përsëri. Shoqja ime, që po bëhej gati që të dilte, më tha: hape telefonin dhe mund t'i thuash që të vi, sepse unë po dal dhe nuk kthehem deri në mbrëmje. Ja hapa telefonin dhe i thash të vinte. Erdhi Daja pas 10 minutash. U rehatua dhe unë e qerasa me një kafe dhe ai filloi të më pyeste përsëri për shoqen time. Ja kputa shkurt dhe i thash: harroje, sepse ti nuk ke asnjë shans me të. Kam folur, ja kam diskutuar, por ti nuk i pëlqen asaj dhe është e kotë që të flasim përsëri për këtë temë. Nëse ke ndonjë temë tjetër, në rregull, por për shoqen time mos të flasim sepse është humbje kohe. I thash, unë kam menduar se ti e doje përnuse, por ti pas ke pasur qëllimet e tjera, sepse e din nga mënyra se si flet që ti nuk ke pasur për te qëllime serioze. Sidoqoftë, ti e di që unë ty të dua shumë dhe të kam pikë të dobët, me tha Daja, duke e ndryshuar muhabetin dhe duke u ofruar
më pranë meje në divan. Ai filloi të më pyeste për jetën time. Më pyeti për atë ishte dashurin dhe nëse kisha mbetur e lënduar nga ajo lidhje. Ishte hera e parë që dikush nga familja po më dëgjonte me aq vëmendje dhe po më tregonte interes për mërzitjet e mia. Zëri i tij i ngrohtë dhe biseda e hapur më bën të ndjeja një lloj emocioni që më kishte munguar gjatë gjithë këtyre viteve të vetmisë. Ti je vajzë e zgjuar dhe e bukur, më tha Daja duke me parë drejt në sy. Mos u mërzit për të kaluaren, më thoshte ai, dhe më ngushëllonte. U ofruam aq shumë në prezencë të njëri tjetrit në bisedë, në atë sallon të heshtur. E në atë moment, Daja u zgjat ngadalë dhe më dha një puthje të ngrohtë në faqe. Një puthje që zgjati shumë dhe ishte një puthje familjare dhe që mbante brenda një premtim të fshehtë. Një rënqethje me kaloi në të gjithë trupin dhe unë nuk u largova. Pasi u shkeput, ai më shkeli syrin dhe më tha: "Ky mbetet sekreti ynë." Unë buzëqesha dhe e kuptova që nga ajo ditë marrëdhënia jonë nuk do të ishte më aq e thjeshtë, por një histori e fshehtë që do ta mbanim vetëm ne të dy. Pastaj Daja më tregoi sekretin e tij. Unë po e dëgjoja e mahnitur. Nuk po i besoja vetes. Dhe teksa po shikoheshim në sy, ai sekret që më thoshte Daja me mahniste gjithnjë e më shumë. Unë nuk po flisja fare. Vetëm shikoja Dajen, ndërsa ai vazhdonte pa ndalim rrëfimin e tij. Nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjini videon like, a nëse nuk doni, abonohuni ose bëjini subscribe.